Qytetar, dëgjoni, sidomos ju pensionistat jenë fund. Në mandatin e 4 ne do ju bëjmë pensionet 24 orë dhe ujin 200 euro. Premtimi dytë që ju japim gjithë pensionistëve. Kush pensionist bëhet baba në pension, do i ketë rritjen e fëmijës nga Partia Socialiste. Dhe për gjithë ata që nuk bëjnë dot fëmijë, do marrim femra pjellore nga Filipinet dhe burra pjellor nga Tajikistani, Afganistani, Kazakistani, gjitha këto andej, dhe popullsia Shqipërisë do shkoj 10 milion banor. Leoni t'ju kujtoj sa i kollajt ishte mandati parë. Ja. Por ne të kollajt patëm dhe mandat në dytë. Shikoni pa. Kollajt e patëm edhe mandat në tretë. Shikoni sa të kollajt do e kemi mandat në 4.